Nëse vuani nga diabeti, mos I fusni në gojë këto 3 ushqime për të ulur sheqerin në gjak. Sheqeri I lartë në gjak mund të shkaktojë një mori efektesh anësore dhe me kalimin e kohës mund të çojë edhe në diabet. Por ka disa mënyra për të menaxhuar nivelin e sheqerit në gjak dhe shmangja e disa ushqimeve është piknisja e shëndetshme. Sipas ekspertëve, një regjim ushqimor që përbëhet nga ushqime të pasura me fibra, karbohidrate të shëndetshme të papërpunuara, peshk dhe yndyrna të shëndetshme këshillohet për ata me sheqer të lartë të diabetit. Për sa I përket ushqimeve që duhet të shmangni, këtu përfshihen ushqimet e pasur me sheqer të shtuar dhe karbohidrate të rafinuara. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Fatkeqësisht, edhe pse këto burime të sheqerit janë më të natyrshme se sheqeri I bardhë I rafinuar, ato mund të shkaktojnë rritjen e sheqerit në gjak. Pra në vend që të kërkoni mjalt ose alternativa të tjera, provoni një ëmbëlsues me 0 kalori. Sipas Healthline në këtë video do të rendisim ushqimet dhe pijet të cilat duhet t'i evitoni nga dieta juaj për të mbajtur nën kontroll luhatjet e sheqerit në gjak. Sipas ekspertëve, në dietën tuaj duhet të shmangni edhe ushqime të skuqura. Ngrënia e ushqimeve të skuqura mund të shkaktojë rritjen e niveleve të sheqerit dhe glukozës në gjak. Këto lloje të ushqimeve shpesh të mbushura me yndyrna për shkak të vajit të përdorur mund të çojnë në tepritje të sheqerit në gjak. Ushqimet e skuqura mund të rrisin gjithashtu riskun e kolesterolit të lartë, shtimin në peshë dhe zhvillimin e diabetit të tipi 2. Një tjetër ushqim që duhet të largohet nga dieta juaj janë edhe patatet. Patatet mund të mos jenë ushqimi më I mirë për sheqerin në gjak. Megjithatë, ju nuk duhet t'i shmangni plotësisht nga dieta, por preferohet t'i kombinoni gjithashtu me ushqime të pasura me fibra ose proteina, të cilat mund të ndihmojnë në balancimin e luhatjeve të sheqerit në gjak. Ushqimet e larta në yndyrna të pashëndetshme mund të ndikojnë drejtpërsë në luhatjet e sheqerit në trupin tuaj. Ato mund të ndikojnë drejtpërsë në nivelet e sheqerit, sepse insulina është një hormon më I rëndësishëm në rregullimin e niveleve të glukozës. Kosi I frutave I blerë në market mund të jetë gjithashtu një ndikues negativ I çështjeve tuaja imunitare. Këto produkte që mund t'i gjeni në raftin e marketit edhe pse në dukje të shëndetshme në të vërtetë, përmbajnë sheqer dhe nuk kanë të njëjtat vlera si një kos shtëpie, I cili mund të shtohet me frutat tuaja të preferuara të stinës edhe të konsumohet si një produkt mjaft I shijshëm dhe mbi të gjitha I shëndetshëm për të përfshirë në dietën tuaj. Lëngjet e frutave në market mund të jenë të dëmshme për luhatjet e sheqerit në gjak. Fibrat dietike ashtu dhe proteinat që ndihmojnë në balancimin e sheqerit në gjak mund të gjenden në shumicën e lëngjeve të frutave. Për më tepër, shumë nga këto lëngje të shitura në ushqimore janë të pasura gjithashtu edhe me karbohidrate të cilat do të arrisin edhe më shumë luhatjen e sheqerit në gjak, ndaj tregoni më të kujdesshëm me përdorimin e tyre. Në vend të kësaj përdorni qumësht, kos, por edhe kefir dhe shtoni një burim fibrash si frutat e freskëta ose të ngrira, plus edhe disa arrore dhe fara si ato chia edhe ato të lirit. Ju mund të shtoni gjithashtu edhe një lugë gjalp kikiriku ose pluhurin e proteinës për ta mbajtur sheqerin në gjak më të qëndrueshëm dhe të mos shkaktoni gjithashtu luhatje të trupit. Karbohidratet e përpunuara gjithashtu mund të ndikojnë negativisht në çështjet tuaja kundër luhatjeve të sheqerit në gjak. Këtu përfshihet buka e bardhë, orizi I bardhë, patatet dhe ushqime të tjera të lehta si patatinat e të tjera. Sidoqoftë nuk keni nevojë të përjashtoni plotësisht ato. Për të ulur ndikimin e tyre, kombinoni me ushqime të pasur me proteinë dhe me fibër. Drithrat me sheqer gjithashtu mund të ndikojnë negativisht në luhatjet e sheqerit në gjak, ndaj tregoni të kujdesshëm me konsumin e tyre. Disa drithra mund të jenë të larta në karbohidrate dhe u mungojnë fibrat dietike dhe proteinat, dy lëndë ushqyese që mbajnë sheqerin në gjak të qëndrueshëm dhe nën kontroll. Tregoni të vëmendshëm ndaj asaj që shtoni në dietën tuaj, pasi mund të ndikojë gjithashtu negativisht në luhatjet e sheqerit në gjak. Ekspertët kanë renditur ushqimet më të rëndësishme të cilat do të përmirësojnë shëndetin e njerëzve që vuajnë nga luhatjet e sheqerit në gjak.
Përzgjedhja e ushqimeve të shëndetshme që ndihmon në kontrollin e luhatjeve të sheqerit në gjak është shumë e rëndësishme për njerëzit që vuajnë nga diabeti tipi 2. Në treg mund të gjeni ushqime që jo vetëm mbajnë diabetin nën kontroll, por përmirësojnë gjithashtu edhe luhatjet e sheqerit në gjak. Ndaj tregoni të kujdesshëm ndaj asaj që shtoni në dietën tuaj. Ekspertët kanë zbuluar listën me ushqimet më të rëndësishme të cilat mund të konsumohen nga njerëzit që kanë luhatje të sheqerit. Boronicat, agrumet dhe bishtajat janë një zgjedhje shumë e mirë ushqyese kundër luhatjeve të sheqerit. Ngrënia e këtyre produkteve mjaft të shijshme është e rëndësishme sepse do të përmirësojë ndjeshmërinë ndaj insulinës. Kjo do të thotë se qelizat janë edhe më mikpritëse ndaj insulinës në trup. Lëndët antiinflamatore të boronicat pakësojnë riskun e sëmundjeve kardiovaskulare që shfaqen te personat që vuajnë nga diabeti. Portokallet, citrot, mandarinat kanë efekte afatgjata në nivelin e sheqerit në gjak dhe në kolesterol. Agrumet përmbajnë lëndë antiinflamatore dhe fibra. Ekspertët thonë se ngrënia e frutave të plota dhe jo lëngu i tyre ulë riskun e shfaqjes së diabetit të tipi 2. Qiqrat, fasulet dhe thjerëzat kanë nivele të ulta të glicemisë dhe kanë efekte terapeutike. Konsumi një racioni me bishtaja në ditë për 3 muaj çon uljen e ndjeshme të vlerave të hemoglobinës A1C dhe tensionit të gjakut. Çokolata e zezë dhe ushqimet të pasura me bazë bimore gjithashtu mund të jenë një zgjidhje shumë e mirë ushqyese për rastin tuaj. Konsumi i çokoladës së zezë me nivele të ulta të sheqerit është i rëndësishëm edhe për karbohidratet të tjera që trupi luan edhe për shqicat tuaja që ndikojnë në nivelin e glukozës. Vegetarianët janë më pak të rrezikuar nga diabeti tipi 2. Në regjimin ushqimor të pasur me fruta, perime, aror dhe bishtaja kanë një ndikim domethënës në jetën e personave që vuajnë nga diabeti. Nëse ju konsumoni ushqime me bazë bimore për 3 muaj, atëherë do të vini re një rënje të nivelit të tensionit, triglicerideve, kolesterolit dhe glukozës. Vaj, ulliri dhe barishtat gjithashtu janë një zgjidhje shumë e mirë ushqyese për personat që vuajnë nga diabeti. Zhvendësimi i yndyrnave trans me ato të ngopura me varietetet më të shëndetshme dhe të pangopura është i rëndësishëm për çdo njeri. Konsumi i vajit të ullirit ekstra të pastër jo vetëm ulë riskun e diabetit, por përmirëson edhe përdorimin e glukozës nga qelizat. Vaji i ullirit duhet të jetë pjesë e pandashme e regjimeve ushqimore, së bashku me arrorët, avokadot dhe peshqit e detit. Barishtet edhe perimet e gjelbra ulin nivelin e hemoglobinës dhe faktorëve të riskut të sëmundjeve kardiovaskulare. Këto ushqime janë të pasur me vitaminën A, C dhe E, por edhe me minerale si magnezi dhe kontribuojnë në përmirësimin e niveleve të glicemisë. Shkencëtarët rekomandojnë konsumin e të paktën 200 gram barishte në ditë, por edhe të 70 gram perime të gjelbra në ditë. Arrorët, gjalpi kikiriku dhe kanella gjithashtu mund të jenë një zgjidhje shumë e mirë ushqyese në rastin tuaj. Nëse konsumoni 5 racione me arror në javë ose një lugë gjethe me gjalp kikiriku në javë, do të jeni më pak të riskuar nga sëmundjet e zemrës dhe goditja në tru. Njerëzit që vuajnë nga diabeti dhe konsumojnë më shumë arror kanë një nivel më të mirë të sheqerit në gjak. Konsumoni më shumë bajame, arra ose gjalp kikiriku ose gjithashtu tregoni kujdes me racionet me krip. Kjo erëz e ëmbël ndihmon uljen e niveleve të sheqerit në gjak. Kanella ka aftësinë të mirëmbajë nivelet e glukozës në gjak dhe nuk ka efekte anësore. Kanella mund të kombinohet me tërshërën, kosin dhe gjalpin e arrorëve. Kështu, përfshirja e produkteve të duhura në dietën tuaj mund të ndikojë gjithashtu pozitivisht kundër luhatjeve të sheqerit në gjak. Është e rëndësishme të konsultoheni vazhdimisht me mjekun tuaj dhe të zgjidhni një dietë specializuar vetëm për ju për të mbajtur nën kontroll luhatjet e sheqerit në gjak. Gjithashtu është e rëndësishme konsulta herpashershme me mjekun tuaj përkatës, të zgjidhni dietën individuale dhe gjithashtu të përmirësoni edhe aktivitetet tuaja gjatë ditës, për të ndikuar pozitivisht edhe kundër luhatjeve të sheqerit dhe për të mirëmbajtur edhe glukozën nën kontroll. Vëmendje, ju bëjmë dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor.
dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.